agjërimi ka një vlerë shumë të rëndësishme në Islam, sepse është një prej 5 shtyllave të Islamit. Agjërimi pashtë është një formë adhurimi që forcon lidhjen e robit me Zotin e tij, sepse e mëson besimtarin për kushtimin, durimin dhe vetëpërmbajtjen. Po ashtu përmes agjërimit besimtari mësohet të kontrollojë epshat dhe dëshirat e tij dhe të jepë përparësi anës shpirtërore ndaj asaj materiale. Nëse nga ana shoqërore agjërimi rrit ndjenjen e solidaritetit ndaj të varfërve. Për arsye se agjëruesi kur agjëron dhe ndjen urinë dhe vështirësitë që i hasin të varfrit vazhdimisht, kjo e shtyn atë që të bëjë mirë ndaj tyre dhe të ndjejë dhe mëshuri dhe me pas empati. Të ndjejë dhe mëshirinë më shumë për ta. Po ashtu agjërimi është një ndër adhurimet që e shton devotshmërinë e besimtarit. E shton devotshmërinë e besimtarit duke ndihmuar atina të largohet prej mëkateve dhe të bëjë veprat që ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall. Dihet se devotshmëria është një prej shkaqeve që të shtyn në xhenet. Allahu Azza wa Jall thot për agjërimin: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ajo të cilët keni besuar, është bërë obligim agjërimi, sikurse që ishte bërë obligim për ata që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra ky ajet shumë qartë tregon se agjërimi është obligim për çdo besimtar që ka mundësi të agjërojë. Njëherët ky obligim nuk është i ri, por ishte edhe tek popujt që ishin më hershëm, e po ashtu tregon se qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e devotshmërisë.